Pash që kishin dalë ca që jepnin lek nga këto parat e Kënetës, se Këneta ka shumë para. Ka shumë para Këneta. Keni parë sa ka paguar Latifin edhe ku i gjenë gjanë? Ku i gjenë? Keni parë Latifin? Kështu që kam parë që ka dalë Këneta me para se kishin kap një zhapik ande nga Lushja Divjaka, ku diun ku ishte që jepte para për votën. Askush mos ta bëj këtë gabim se është krim që ndëshkohet rënd dhe nuk ja vlen fare. Asnjë sondazh, as edhe një sondazh, në asnjë ekran, nuk e nxjerr dot Kënetën, jo përpara se kjo s'bë vaki, po as aq afër nesh sa të mund të flitet për ndonjë rikthim imagjinar të Kënetës në krye të vendit. Ka hikur historia e Kënetës, ka marrë fund. Është e mbyllur, është historia e trishtueshme e vetëm atyre që vazhdojnë i besojnë Kënetës. E atyre që njësoj si ata të shkretët, njerëzit e Kënetës që u futën me kokë në primare, edhe si përfundim më shumë nxori Big Brotheri kandidat në listat e Kënetës se që nxorën primaret. E kuptoni u tash? Ky portieri këtë radhë do haj aq shumë gola miku im, sa do rri duke nxjerr topin nga rrjeta një javë rresht dhe do vëri kujën maçan rrjetën. Nuk ka asgjë më të padiskutueshme lidhur me gjithë procesin e shtetbërjes në Shqipëri, se sa rezultatet e monitorimit vazhdueshëm të BE-s. Të tëra tjerat janë broshkulla, janë dokrahini kur thoshte Gjergj Fishta, janë muhabete pazarit otoman të politikës shqiptare. Sepse po të ishin sa do pak afër të vërtetës, gjitha ato broshkulla, gjitha ato dokra, gjitha i lum që hidhet çdo natë në pjatat e shqiptarëve që vazhdojnë kanë durimin të hapin kanalet e informimit televiziv vendas, nuk do kishim shans ne të merrnim 2027 si datë si afat për mbyllje e negociatave. Por e kundërta është e vërtet. E kundërta është e vërtet dhe të kundërtën thonë të gjitha rezultatet e vëzhgimeve të vazhdueshme që bën BE-ja. E dini sa njerëz janë angazhuar në Bruksel për procesin e ulumtimit të situatës tërësore të organizmit shtetëror të Shqipërisë. 1000 vetë.